Provlerave, ku ngrihen dhe bashkohen vlerat. Përshëndetje, të nderuar teleshikues, jemi përsëri në Provlerave. Sot jemi me profesor Hajro Limaj. Meqense profesori është një personazh i njohur, po fillojmë direkt me pyetjen për ta lënë atë të na prezantohet më mirë si figurë publike. Pyetja e parë, zoti Hajro, ju si e shikoni veten? Jeni ushtarak, diplomat, profesor apo një njeri idealist? Të bashkuara të gjitha krijojnë personalitetin e njeriu. Sepse një njeri që të quhet personalitet duhet të ketë shumë elementë të cilët e ngërën në atë pozicion që të ketë vlera gjykimi, vlerësimi dhe parashikimi për zhvillimet që ndodhin në shoqëri, në shtet dhe në botë. Mund na flisni pak më konkretisht për jetën tuaj? Po. Përgatitja e gjithanshme dhe shumë afatgjatë në të gjitha nivelet arsimore, civile dhe ushtarake, brenda dhe jashtë shtetit, për 14 vjet dhe me 3 gjuhë të huaja të inteligjencën e zbulimit strategjik ushtarak, gjatë periudhës së ftohtë dhe me ndryshimin e sistemeve, kalimin në diplomacinë aktive ushtarake për integrimin e Shqipërisë në NATO, natyrisht krijuan horizonte dhe gjëra për të mbërritur në gjendje. Dhe ju pastaj kaluat në edhe mbas 90-s, domethënë. Përsëri vazhduat me Unë jam nga kuadrët e veçantë të zbulimit informativ strategjik jashtë shtetit, që vazhdova nga zbulimi strategjik në diplomacinë ushtarake, si atashe ushtarak i Republikës së Shqipërisë dhe Republikën e Turqisë në 94-2001. Dhe pastaj vazhdova diplomacinë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe sot vazhdoj në rrugë intensive si pedagog dhe botime intensive për zhvillimet e sigurisë, mbrojtjes dhe diplomacisë. Cila ka qenë një nga ngjarjet që ju ka ndryshuar më shumë në mënyrën se si ju e shihni shtetin shqiptar, për shembull? Për ta bërë më konkrete bisedën. Fatkeqësisht, shteti shqiptar, mas ndryshimit të sistemit, nuk kaloi në rrugë demokratike dhe në rrugë njerëzore, po kaloi nëpërmjet dhunës dhe shkatërrimeve, të cilën e cila solli pasoja të mëdha psikologjike tek populli dhe më të rëndata në qëndrueshmëri dhe sigurinë e vendit. Po një ngjarje konkrete për shembull që ju ka bërë përshtypje juaj gjatë karrierës. Unë kam shumë, sepse unë kam qenë zbulues dhe diplomat e luftrave. Unë kam jetuar midis luftës së ftohtë, e cila ishte shumë më vështirë si luftimi me armë për marrjen e informacioneve për kërcënimet ushtarake që mund vinë në Shqipërisë, dhe nga veprimtaria jonë tepër profesionale shmangnim çdo befasi strategjike që mund t'i vini shtetit tonë nga kërcënimet e shteteve kufitare, Itali, Greqi, Itali dhe flota 6 amerikane dhe flota ruse për 9 vjet jashtë shtetit. Por, drama më e madhe ka qenë viti 97, kur unë isha atashe ushtarak në Turqi dhe kur Shqipëria u gjujzua me rënimin e shtetit dhe shkatërimin e forcave armatosura, Amerika e braktisi dhe mbylli ambasadën dhe në për takimeve intensive që u zhvilloja në Turqi, veçanërisht me president Demirel dhe kryeministët Arsushile, të cilës në orën 11 të natës i raportova për situatën tepër kryesuese në Shqipëri, ku midis të tjerave i thash që diskutohet shpërbërja e Shqipërisë dhe 900 trupa ushtarake të divizionit 8 Kompaniisë Janinës me uniforma civile kishin hyrë me flamuj në Shqipërinë jugore të Vërëpirit dhe aty të mjes hyri zëvendës ministri i jashtëm i Greqisë paralizimet dhe qëllimet e tyre. Kjo informacion, plus informacion që kisha marrë, e detyruan atë që krahun tim të bënte deklaratë fuqishme, masi paralajmëroi tha, në fund,
kush prek Shqipërinë, ka prek Turqinë. Ishte një punë tepër intensive që për 3 muaj ajo bëri 3 deklarata të fuqishme dhe detyroi Greqinë të zgjidhte pozicionin e saj. Nëse do të riktheshit pas në kohë, a do të zgjidhni të njëjtin rrugë dhe do të kishit bërë të njëjtat zgjedhje në jetë? Sepse është një sakrificë e madhe me sa e kuptoj unë. Këto sakrifica e bëjnë njerëz idealistë, njerëz vullnetar, që përpara atë dheut kombit nuk vendosin asnjë natyrë biletet të familjes. Për mua janë fakte që fëmijët e mi lidhen pa baba. Në 79 ndodhesha në Marc, La Valeta, dhe mjoftuan që lindi vajzë dhe vendosa emrin me radiogram. Në Salin 84 i vendosa djalit emrin në Napoli, Italis, në një furtunë të madhe, në Bregdetit ku zhvilloi një stërvitje e madhe e NATO-s, dhe 2 emrat e fëmijëve të mi janë të lidhura drejt për drejt me misionet e mia. Natyrisht, në këtë moshë ndjej lodhje, por lodhja më e madhe është që gjitha punën e madhe që bëmë ne për sigurinë e përkombëtare, Shqipëria në vend të forcohej, të konsolidojej, të bëjë një shtet demokratik dhe ligjor për cilën e kemi luftuar, fatkeqësisht Shqipëria po rrënohet në gjitha drejtimet dhe sot është vendi më i pasigurt në rajon dhe në Europë sipas statistikave zyrtare të OKB-s, të Brezhit dhe të Statit. Kështu që ju mendoni se Shqipëria nuk drejtohet nga vizioni afatgjat, por nga interesa elektorale të momentit, apo jo? Fatkeqësisht të cilën e vuan pjesë dërmuese e popullit shqiptar, ata të cilët kanë marrë drejtimin e partive politike kryesore nuk vënë interesat e Shqipërisë, po vënë interesat e tyre për pushtet personal dhe përfitimet e tyre personale, duke krijuar një konflikt shumë të thellë të ekzistencës së popullit shqiptar. Ata në vend të ndërtonin strategjira shkencore për zhvillimin politik, ekonomik, diplomatik, ushtarak të Shqipërisë, bën genocidin ekonomik, me të cilën realizuan që 2.100.000 shqiptar të braktisin adheut nga kjo padrejësi e madhe që bëj, dhe pjesa që janë në Shqipëri, 36%, si mas informacioni zyrtar që dha Europa pardje, bëjnë luftë mbjetesë. Ka 2 lloj genocidesh. Është genocid ushtarak në mes bombardimeve të ajrore, që populli shqiptar kokën largot nga vendi si Kosovë, është dhe bombardimi i stomakut, papunësia që realizoi Berisha dhe Vllazë Rama. Dhe kjo ka të bëjë dhe direkt me sigurinë kombëtare, sepse nëse njerëzit... Siguria kombëtare në koncept sot ka ndryshuar shumë. Siguria kombëtare nuk shikohet vetëm te kushtria dhe te policia. Siguria kombëtare është tepër më e gjerë. Janë shumë faktorë që bëjnë sigurinë e jetës. Është sigurimi shëndetësor, sigurimi ushqimor, sigurimi bujqësor, sigurimi nga drejtësia. E të gjithë këto elementë së bashku, pastaj mbrojtja është një forcë që rrin gatishmëri, po ku nuk ke sigurimin nga zjarret, ku nuk ke sigurimin nga përmbytjet, ku nuk ke sigurimet e tjera me radhë, atëherë për çfarë sigurie mund të bësh një mbrojtje nga shtetet huaja, ku ti nuk siguron sigurinë e përditshme të njerëzve. Shikoni çfarë ndodh. Akademia e Policisë helmohet me ushqim 80 veta. Po, ka ndodhur sa. Tjetra, ku e kemi sigurinë e ku përditur të hap televizorin, vrasje, grindje, përbysje, përplasje me makina. Pra, shikohet një situatë e shorientuar psikologjike e popullit, e cila nuk komandon dot vetë saja për një jetë të ekuilibruar, sepse ne nuk kemi leadership shtetëror. Ne nuk kemi leadership politik. Kombëtar. Sepse ata që i quhen leadership shtetëror nuk kërkojnë të vinë në krye të partive të qeverive për pushtet personal, siç kemi ne këta 2, po vinë për të shërbyer adheut, siç bëri Merkel në Gjermani, siç bëri Clinton në Amerikë, siç bëri Blairi në Angli, e shumë tjerë. Nëse ju shikoni,
dy kryesorë që janë, një në opozitë, që në opozitë, nuk i nga karrikja, dhe pse ka kaluar çdo lloj afati për një shtet demokratik të rish 30 vjet apo se ky tani 30 vjet rresht. Truri ka një farë mase. Ai mund të me vizione, po avash ato vizione më vonë bën regresive, si shikojmë kryeministit tonë aktual, që është bërë më regresivi dhe ka fut konflikt të gjithanshëm vendin tonë në raport me gjithë marrëdhëniet politike, ekonomike, shoqërore, diplomatike, që është bërë lojë shumë të huaj. Eksakt. Por këto janë më tepër për interesa personale, mendoni, apo ka edhe interesa të huaja të involvuar? Fatkeqësisht, agjenturat e huaja në Shqipëri, veçanërisht mas viteve 86, e them 86, filluan të dilnin më në skenë se të ekzistonin. Po të shikoni me vëmendje të gjithë drejtuesit shqiptar, ata që kanë qenë dhe këta që janë sot, vinë gjithë nga Parizi, ku janë arsimuar dhe natyrisht komisja për tyre janë rekrutuar, dhe si dihet Franca me UDB-n dhe me Greqinë ka marrëdhënie dhe bashkëpunimit strategjik informativ dhe jap një tjetër. Shikoni një gjë shumë e thjeshtë. Pse në urën e Ibrit që ndante Kosovën e poshtme me Kosovën e Veriut, që do ta marrë Kosovë, vendosën pikërisht ushtarët francez dhe nuk u vendosën shteti tjetër? Si e mori Franca? Dhe pse Kurti me një luftë të madhe me zi po largon? Pra shikoni çfarë bashkëpunimi. Pra kur vjen problemi, bashkëpunimi bëhet konkret për realizimin e qëllimeve strategjike territoriale. Unë kam botuar shkrimet kohët e fundit editorial dhe në një shkrim kanë thënë agjenturat e huaja hedhin vallën e Tiranë. Si ishte e mundur që të emërosh në drejtimin e institucionit të sigurisë kombëtare, jo shqiptar, ose shqiptar me shtetësi të huaj, ose pa qenë fare shqiptar, kur bi dhe bia të Shqipërisë të arsimuar brenda e shtetit adhetar ka me qindra. Si mund të emërosh ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë dhe unë, i cili ishte rritur dhe arsimuar në Greqi dhe ka shtetësi greke. Dhe, kur erdhi problemi që u rizgjot për herë dytë, Turqia i bllokoi informacionin selektiv. Dhe Greqia njëkohësisht nuk i njihte pasaportën shtetërore shqiptare, po pasaportën greke. Kur Greqia ka dhe sot fuqi ligje luftës, si e mba? Sepse Greqia me atë që ka në çdo moment mund të godasë ushtarisht Shqipërinë, një gjë që ka nivel. Tjetra, me kryetarin e Shërbimit Informativ të Kosovës, e shkarkuar me dekret presidentit të Kosovës, për shkrim sekretit, dhe bie nga Kosova me njëherë, e bie kryetar të Shikut të Shqipërisë. Me kryetarin e Shikut të shkarkuar Rumani General, dhe emëron këshilltar të jashtëm të sigurisë. Shpul ka të vi ish kryetari i Shërbimit Informativ të Rumanisë i shkarkuar nga detyra, këshilltar i kryeministit tonë në Shqipëri, për sigurisë, dhe herën e 6 në Shqipëri, dhe u kthye për Bukuresht, e arrestuar në Bukuresht. Dhe kryeministri i Rumanisë në televizor tha, nuk e dinte Edi Rama dhe populli shqiptar që neve Gjerar Filane kishim shkarkuar dhe kishim tek penale, vim të FBI-ja në Amerikë. Që ishte ky njeri që e vendosur jashtë kriterit zyrtare, korrespondencë me faksa, me kryeministin dhe ish oficeri Shikut ton, u filmuan $225,000 i dhanë në shatatia dhe akuzohet drejt për drejt fare. Ku i gjën ta njerëz ky njeri? Me Gonigal? Pra, ku janë, pra kush ja jep këto emra që ky kryeministër i mbron këto funksione të sigurisë kombëtare dhe këta paguhen me gjakun dhe me taksat e popullit shqiptar. Kush ja jep? Ne kemi probleme madhore te gjykata kushtetuese, sepse po të kishim shtet pavarur, gjykatë kushtetuese edhe s'pagu sot, Edi Rama do vjen para parjesë ligjore për shkeljen e sigurisë kombëtare. Këto janë gjëra të rënda, profesor. Prandaj kohët e fundit kam shtuar botimet e mia sepse shikoj kërcënimin e madh deri në sovranitetin territorial të Shqipërisë. U rikthye prapë problemi i detit me Greqinë, ku bë ajo dramë e madhe në vitin 2009,
ku i sekretari përgjithshëm, e firmosi këtë marrëveshje, dhe pastaj dy ministrat e jashtëm që e firmosën, e rrëzoi gjykata kushtetuese, dhe ky zotëri tani, në këtë situatë që ka lidhur prapë detin, bie shkaktari kryesor ministrët të jashtëm. A shikoni ç'bëhet. Si mund të bie këto gjëra? Të komanduara. Si ishte mund të në situatë Greqia ka nxjerrë hartë prap tani, deti që ka hedhur poshtë gjykata kushtetuese, dhe në atë det tani bën kërkime për burime në Nujore dhe merr zotëri nga Franca dhe na bie ministrat punëve të jashtme. Ose skandali më i madh. E mbron ambasadoren në Arabi Saudite vajzë 26 vjeçe. Kur ambasadore nuk bëj dot kur në 40 vjeç. Ka ligj se do kalosh sekretare e tretë, e dytë, e parë, këshilltare, ministri këshilltare, siç është në ato geri të generali në ushtri. Pra ligjet i kemi, i shkatrojnë, nuk pyesin, nuk dëgjojnë apo çfarë fundin. Vazhdojmë teja, me që ke probleme sigurisë. Në qoftë se Berisha në vitet 96 dhe 97 për të mbrojtur politikën e tij shumë të gabuar që lejoi hapjen e firmave piramidale që hap nga agjenturët e huaja, firmat piramidale në Shqipëri janë hapur gjithë të huaja. Skenari strategjik që të realizojë rrëzimi i shtetit shqiptar, sepse firmat piramidale u hapën me vendim gjykatësh dhe u pranuan qeverit. Dhe fillimit dhe donë 10% fitimi, kur nuk ishin asnjë burim prodhimi. Dhe pasaj çon 100%. Dhe pasaj me komandë urzuan dhe Berisha të ishtë përdojnë ushtërin, ra shteti u shkatur dhe ushtëria. Tani, çan do tani? Leja që ushtërisë probleme. Po sot kryeministri i Shqipërisë në me dekrete që dërgoi presidenti po jep gjithë bazat ushtarake detare. Më e madhja, Pashalimani, simboli i bazës ushtarake të Shqipërisë. I propozoi presidenti Rubrikës dhe presidenti Rubrikës dorë dekretin, ju hoqi bazë ushtrisë 70 hektar, Pashalimani, duke lënë 80 hektar dhe ato hapësira toksore u jepen të ashtu quajtur investitor strategjik. Investitor strategjik është Liska me ato Rama, ndërsa populli s'ka drejtë marrë asnjë metër. Pra si qytetar nuk mund të afrohet kërkojë të blej atje, sepse ky ka bërë një listë oligarkësh dhe ato i marrë mafia shqiptare në bashkëpunim me afere huaj. Ashtu që thotë Sazani. Sazani të kishte shtetin që vërhekurat. Sazani është pjesë integrale e Shqipërisë dhe nuk mund të bëhet Epstein i Shqipërisë. Një, dhe fatmirësisht problemi mbrit i Kongresit Amerikan. Nuk është Kushneri, investitori. Kushneri është përmbuluar pislëk, janë 2 biznesmenë të Arabisë Saudite me 1.4 miliard euro, të cilat u bën debat i madh në Kongresin Amerikan, u bllokua marrëveshja që partani dhe bëhen ndryshime. Çfarë ndryshime u bë? Në marrëveshjen e parë ishte që pastrimi asaj ishte do të bëjë nga vetë investitorët, ju hoq dhe bëj shteti shqiptar me gjakun e lekëve tona. Është marrëveshje anti-shqiptare, antikombëtare, partikombëtare. Nuk ka të drejtë jo Edi Rama, po askush të vërë dorë në territorin e Shqipërisë. Pse si jep Greqia? Greqia ka dhënë sudën për bazën ushtarake detare që ka kaluar disa herë. Ose ishur, sa milion euro me qira ajo more Greqia? Sa milion? Ky ja bën marrëveshje parathor fare. Ku është kjo marrëveshje? Çfarë do fitoj populli shqiptar para? Ku janë? Para kryeministri nuk është pronar i Shqipërisë, është menaxher drejtimit të përkohshëm. Prandaj sikën nga detyra, se po të ishe civilizuar, të ishe demokrat, mas 8 vjetë si Merkeli, ja bënë me dorë, dhe të fiton dhe Partia Socialiste, ka bitë të tjera të do me të të. Pse thjep? Që është gjithë drejto. Nuk kam purë si me emër si Edil, unë kam dhe të vetia. Mua më dhisën të adheu, nuk po duhet as PD-ja, as PS-ja, as Berisha, as Rama. Më duhet adheu, më duhet fëmijët tanë, më duhet popullim. Dhe fatkeqësia e madhe kombëtare, ku shikohet të gjithë statistikat ndërkombëtare, nga KB-ja policore e Shqipërisë, shkojnë në Berezh, vetëm në stat, dhe kur shoh të ardhur mesatarë të Shqipërisë, për popullin e thjeshtë, për shtresën e varfra, Afrikën e Veriut, as Kosovë, as Maqedoni asnjë. Serbia e çon 420 euro pensionin në fshatin tim të Liris Vranisht,
120.000 lekë merr motrahimin. Luftë për bukë. Gjermania me të rroga aq të mëdha, pas siguria shumë e gjërë, kupta apo jo? Jep 87% të ilaçeve, pa lekë, neve 37%. Vi vërdallë s'pa këtë ilaçet. Dam! Është tradhtia më e madhe kombëtare për vendi. Shqipëria po shpërbohet. Populli u largua nga Shqipëria, ta që kanë mirë këtu klasin e vete, është krijuar një oligarki politike dhe ekonomike dhe dy ligjet më antikombëtare. Ja këto të dyja, paketa e maleve do tani, paketa e maleve. Dhe investitor strategjik. Dhe investitor strategjik prak, investitor strategjik u dha tani detrat, Sazanin, malet, populli shqiptar me kishë gojë dhe disa të dhëna japin që 95% e pasurisë kombëtare sot e kanë vetëm 3.5% grupet oligarkët. Kupton apo jo? Ndërsa të tjerët, çau ngjelet? Ngjelet kishin gojë. Ku janë u ka pa që kuadër nivele madhore. Po. Unë si të këpës ka maqinë. Jam shumë i qetë. Jetojmë edhe më kushirë shtë shtipja dhe shtë djalit. Se djalit dhe vjetare. Ku gjenë të lekta miliarderë që janë bërë super vila në Bregdet? Këta lëvizit, Edi Rama nuk jetë të bërë Shqipëri të Kijev. Në avion. Dhe më vjerë keq se po ta bënë vetë Edi Rama si Edi Rama s'kish gjë. Po gjithë shty botor thotë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Këto veprime që bën ai në marrëdhënie diplomatike dhe protokollare shtupi madh. Janë problem për brendin kombëtar. Sepse veprimet që kryen ai me Meloni duke ulur gjunjë, ose do shkruan në Izrael dhe veprime të turpshme. E tjera, unë ndjek shtypin e huaj sa gazeta Milliyeti e Turqisë sa ka dashur Shqipërisë. Gazetat në Amerikë fare. Ore zotëri, bën çfarë të duhet si vetë. Po që e smuri ikë në spital psikiatrik. Nuk ke të drejtë të shkelësh protokollin shtetëror. Do vesh kryeministri i Shqipërisë me kostum, me kollarë, kuzesh protokoll. Shikoni cili lider i botës me këto veprime. Më thoni, me këtë sy të kuq, të parruar, pa kostume, me këto fare, këto janë veprime aventuriere. Nuk janë pasqyrimi i qytetari, kryeministri i vendit. Pra, ashtu si Shqipëria është krizë madhe politike, ekonomike fare, që shkaku është ai dhe ai tjetër këtu apo jo? Ashtu shohën partitë e jashtë tyre. Ne nuk kemi leadership politik drejtu Shqipërinë. Ne kemi njerëz që ndjekin Shqipërinë, vjedhin Shqipërinë dhe popullin e braktisur. Në vazhdim të sigurisë kombëtare edhe të korridorit 8, edhe problemi i Porto Romanës është një prej tyre apo jo? Kush e ndjek me vëmendje zhvillimet bashkëpunimit ndërkombëtar Shqipëria është krizë më të rëndë bashkëpunimit ndërkombëtar. Sepse ato ka krijuar, ato janë ndërtuar vetëm interese personale oligarkët Karama. Fillimisht Pasharimani ju dha NATO-s. Kur filloi studimet NATO-a me vrap, do jemi Porto Romano, do heqë Durrësin. Bravo e qoftë. Amerikës edhe pse më ka dalë, e bllokoi. U bllokua tani edhe Durrësi dhe Pasharimani. Durrësi, tha Amerikani, merre vendime një herë 100 vjet, që është port strategjik i lidh Europën me Ballkanin e Lindjen. Ka interes të ndaj Shqipëria, po janë të ndaj strategjike kontinentale. Dhe stopoi. Ishte gati të shpallej fituesi. Po kur e pa fituesi ku ishte mbrapa, u trohoi në përvatimin. Pra veproi Amerika drejt. Me shumë oneze për Amerika. Po në momentin sa këto ndërhyrën. Dhe tani ç'i shikon tani, janë bllokuar gjithë portat. Me ajo në Saran është ndeke penale, po në shumë spaku, Shëngjini, po kështu, Porto Romano, po kështu, Durrësi po kështu, Pasharimani. Gjithë portet e Shqipërisë, Rama dhe jepte, tani në Shqipëri pa porte, ti marrë makë botërore, dhe tani ka ndërhyrë bota. Ma në mendja që dhe Sazani s'do kaloj lehtë. Shiko, natyrisht populli jonë shumë i lodhur, psikologjikisht, shumë i vojtur. Po ka dhe djemë dhe vajza që bashkëpunojnë me ato shtete që mendojnë se janë alat dhe në rrugën individuale u dërgojnë informacione shumë të studiuara, të cilat ignorojnë në këmbë shtetet tjera. Kush e ngriti 2 kongresmenët amerikanë? Si ishte mundur të ngrihet kongresmenët amerikanë Sazanin dhe thonë trosh, blokojeni, është shkelje flagrant, nuk s'kushteri. Kushteri është për dike personale penale të tjera. A dini ju?
Kushti në ishme të penale. Për vetëtia. Ashtu si që është miku ti në ushtë Izraelit, që është me urdhër ndërkombëtar për arrestim krimi kundër njerëzimit, dhe është në gjyqin më të madh për krim ekonomik në Izrael, ashtu si Trumpi ka probleme madhore brenda Amerikës dhe Epsteini e mbyste dhe 20% e popullit amerikan thotë tani është shkaku i luftës së Iranit. Është Epsteini i Trumpit dhe 2 gjyqet i bën Netanyahut. U bashkuan për mbulur këto 2 ata dhe sulmuan Iranin. Hapën këtë luftë të madhe që shtorduj gjithë bota. Pra janë disa njerëz që kanë marrë pushtetet dhe po kërcënojnë sigurinë ndërkombëtare dhe pastaj ata që nuk kanë mend, si Joni, që vrapon në Izrael, vrapon në atë Trumpit, vajtja Trumpi nuk ka institucion shtetëror atë piramidë ka ndërtuar. Trumpi do të jetë i përjetshëm, është president. Asoj president ta bën mbreti i sigurisë botërore. Nuk vajti asnjë nga Europa. Ngrihet e dira më shkon atje. Nuk vajti asnjë nga Izraeli, vajti ky. Ky është konflikti i Europës. Veç bën ky apo lart. Ky është dhe Europa e bllokoi tani. Mbro hajdutit tha. Që do tani me atë, me pasuri kombëtare, mbroje tha. Shkel ligjet. E ka kthyer kuvendin sklavët ti e komandon. Po të ambajti të votojë në fakultarë, gjykata kushtetuese Eurofat, pra ne kemi shtet kryeministror, ne nuk kemi shtet parlamentar. Parlamenti ka vdekur, komandon Eurofat, kryeministri është kryetar kuvendi, president, kryeministër, kryetar gjykata diçka, një zë. Pra nuk funksionon ndarja e pushteteve. Ka vdekur, nuk funksionon. Ka marrë fund. Dhe nuk këta janë njerëz që kanë pushtet pa kulturë, sepse janë pa arsim. Një piktor çfarë mund bëj ti. Edhe ai tjetri është mjek, çfarë bëj? Liderët e botës se ka shumë arsim, me shumë kulturë. Shtot Kizingeri, nëse se ti vjen bësh drejtues, puno mirë thot, sepse ashtu si shkruajmë ne historinë e të kaluarve, pasardhët tanë do shkruajnë historinë tënde. Ta nuk mendoj do që tratar nesër. Ta nuk mendoj që një bitë të ardhshmet do shikojmë këtë dramë të madhe të 97-s, grushi shtetit të 98-s, të shkatërimit Shqipërisë, braktisë së Sadeut, të varfërisë, do thonë këta çka kanë bërë ta? Si thoshin e papezon? Do të thonë, po këta nuk mendojnë këtë gjë. Se po të ishin edhe ta, dhe po mendojnë me tyre, do ulishin këm kryq me popullin. Këta popull e kanë braktisur, ai thotë të kryetar opozitë gjithë jetën, ky thotë të kryetar gjithë jetën, mbani një tjetrin, në 2008 bën dramën më të madhe, dushën e shtetit, ndryshon kushtetutin, bën listat e mbyllura, komandojnë kuvendin. Pra është strategji kjo, nuk është thjesht është strategji. Si zgjidhet? Rrëzimi këtij sistemi politik ka për këta dy. Zhdukja nga politikarët dhe sekuestrimi gjithë pasurive duke evidentuar vetëm mbas rrogave. 4.800.000 janë të ardhur dhe deputetëve sot me borderë. 120.000 pension të fshat. Merë më çfarë bëhet. Ktu s'kan dhënë njerëzor, ktu kanë humbë dhënia njerëzore. Çfarë duhet ndodhë, profesor, që vërtet të bëhet një shtet funksional Shqipëria? Si mendoni, si mund të vi zgjidhja, si mund të vi ndryshimi? Me këtë sistem ligjor antikushtetues, unë për këtë kam bërë librin në kërkim të demokracisë kushtetuese librin, e kam kaq analiza. Shqipëria nuk ka demokraci kushtetuese, është shkatëruar. Përderisa nuk funksionon shteti demokratik ligjor, ndarja të pushteteve. Ekzekutivi, legislativi, kryesori, ekzekutivi dhe gjyqësori, pra kur secili pushtet nuk bën detyrën që ka caktuar kushtetuta, por pushteti ekzekutiv komandon drejtsinë, siç e komandon fare, dhe komandon kuvendin, dhe kur drejtësia kërkon arrestimin e asaj ballukut për vjedhje masive, dhe tim bllokon kuvendin, tani na bën ligje të reja, pra dhe ndajnë barazia ligjore ka vdekur. Një njeri thjesht vete për një faturë elektrike, shkon në burg, ndërsa këtu vitet me miliona, jo e mira, euro, që më shkojnë rrugët e nafta. Shqipëria ka 20 vjet nga gjitha burime në toksore naft dhe minerale toksore, ti dhe unë, si popull s'marr asë cent. Kush i vjet? Kush nafta? Qullërina e ky inxhinieri ka ikën në Amerikë shkruan çfarë ka. Kush na thonë shemë? Janë arrestuar ata të fjerit. Si ishte mundur? Është janë manovrat e ndyrë dhe poshtave të kryeministrave me mafia botërore. Prandaj janë ata, unë
nuk janë fetar besoj, po them ka perëndi, në ka perëndi ti zhduk të shpëtosh Shqipëria. Ti zhduk të shpëtosh Shqipëria. Dram. Nuk kanë zemër. Unë jam këtu, jam të pozicionin me dhëm shpirti pa dhëmtim. Me dhëm shpirti ku shkoj pensionist në gjendje. Me dhëm shpirti ku shkoj Tiranë me të pis flokë të jashtëzakonshëm. Shqipëria është vendi i artë, vendi i bukur, vendi i pasur me minerale. Është më i vjedhur në raport me qytetet e tjera. Pra, këto janë gjithë elementë sigurisë më të përbashkëta. Të gjitha. Të gjithë janë elementë sigurie. Ushtria është ka të Shqipëri, por janë këto të tjera që ma sigurie e vendit. Apo jo? Po dhe ushtri s'kemi ne, profesor. Edhe ushtri nuk kemi. Ushtri nuk duam ta të kemi neve. Kam botuar librin, do kam shohur librin tani unë për botim. Rrugtimi i Shqipërisë për integrimin formal në NATO, libri. Dhe pasiguria e Shqipërisë për votën kombëtare. Janë 60 faqe dokumentojnë shifra. Shqipëria, nga superfuqia ushtarake rajonale deri në 10-ën, sot më e varfra, pasi avion ushtarak, pasi helikopter ushtarak, pasi tank, pasi kundërajror. Dhe Shqipëria është komplet në katër rrugët, e Edi Rama na bën qytetet e Mujahedinëve dhe na hap probleme të mëdha me Iranin. Tjetra, që kanë botuar shtyp ditë të shkrimoj unë, tjetra, na krijon një taktike gjoja të NATO-s, nuk është një taktike as operative. Njësia në Koçovë është ndërtuar një pistë ku vijnë 2 avion kargo mbushur me karburant dhe ku ka nevoja furnizojnë në ajër avionët e NATO-s. Pra ne nuk kemi asnjë avion luftarak, nuk kemi as kundërajror, as tak, dhe të vjen ajo nga Irani të bën hi. Ashtu që bën në luftë kibernetike. Ja kam dërguar përpara me email-e. Pastaj botohet nga zëndita. Për bën kërcënim Irani për Shqipërinë, faqen e parë shikojeni. Gërat të dha, je shpjegojte që janë mujahedinët, kur unë kam qenë ata shoh shtrak Turqi, mbula gjithë e mesme. Po çfarë flas me Ramën unë? Çfarë kulturë ka Rama? Miki nuk ka kulturë, pse s'dëgjon? Po dhe merë këshilltar dhe agjentë huaj në Shqipëri. Ashtu si bëri Berisha në 2003, që shkatëroi komplet zburimin. Pra, përndaj agjenturët e huaj hedhin ballën mes Tiranës dhe ata komandojnë. Të janë kot detyra. U aqojnë agjenturën të avolitë dhe firmën. Kot detyra. Pse e pasu jemi neve? Pa mend jemi neve? Jo dialog. Jemi shumë mend, me shumë kulturë. Dhe Shqipëria ka djemë në vajtë shkëlqyer. Ku janë? I lanë pa punë Braktisar dhe unë. Dhe kanë krijuar një administratë shtetërore të një partije. Ne kemi parti shtet, nuk kemi shtet. Ne sot kemi parti shtet. Parti njeri. Parti shtet pa PS. Dhe ai ishte kontrolluar. Dhe ai ishte kontrolluar imësisht. Dhe me qose vëroj baba, motos e vëlla ati që punësuan në punën e Edi Ramës, se që anë tjerë fare, hiqen nga puna me njëherë. Dënohen hiqen me njëherë. Kjo është diktaturë. Themi kod dhe diktaturë. E vërojë kështë përsektur me ligjë. Kjo është diktaturë. Atë dhe kjo është diktaturë reale. Shiko ku janë sa djemë sa vajza. Ku janë ata djemë në vajza shkëlqyre ka vërë shtetit? Ku janë? Pse si merë ndiravat pursor? Ku janë? Asnjë. Vinë, provojnë, largohen. Genocid. Ja ku e ke përballë një prej tyre. Pra një. Është genocid djalo. Është genocid i shpërbërjes Shqipërisë. Pra largimit i masiv i Shqipërisë, ikën gjithëpodhe, dhe shikoni, hipte kodrë diellit, shkote ku i vara, ku shka ka barierë. Kini parë, s'ka shqiptar më. Kini parë, nga Indonezia, nga Afrika, po të nëshon njëra, janë 28.700 të zesë në Shqipëri, të cilë punësuar dhe shumit që të ka marrë shkretësi shqiptare. Nuk është asësi, strategji. Strategji, pra, pse s'unet këj zotë kryeministri që ka gjithë bota, o ka këtë Turqi, Demirel dhe burë shteti, mbliste institutet e pavarura, se institutet e pavarura janë më të lira për të vërtetën. Dhe kritikën, dhe sa të jashtë të shfarë, i mbliste i gjotëve vëmendje dhe reagonte. A i dhe tjerët, ku prano këtë takot me neve. Ju keni një institut sigurie. Po, unë kam institutin e politikave sigurisë kombëtare, që më përpara, para këtia, mbajkua, edhe mbeta për të përfëtojnë burfare, dëgjonin, jemi ullë tavolina, bashkojnë 3-4 vetër, dërsa të këni, ku ka më të dëgjoja institutet pavarura, ose institucionet tjera shkencore, të shua akademi e shkenca ka vdekur. Ku vëzën akademisë? Shikoni çfarë bën çfarë prodhon me legator çfarë boton. Pra shteti është rënuar. Shteti jo është rënuar profundimisht. Dhe
në dhimbje të madhe, në qoftë se nuk bën një revolucion të përmbys këtë klasë politike komplet, të ndryshojnë ligjet anti-shqiptare, antikombëtare që kanë bërë këta, mund të shpëtojë Shqipëria, ndyshë Shqipëria do të shpëtohet, po shpëtohet nga njerëzit i larguar dhe nga territori i saj po martuajt. Faleminderit profesor për gjithë të energji që ju na jepni për gjithë teleshikuesit tanë të shikojnë se si ne duhet që të organizohemi edhe t'i vëmë gishtin kokës të gjithë bashkë. Pardje, shikojmë se si mund të ndryshojmë. Në vazhdim të kësaj pardje ne ishim provimin e një libri një djalë nga Kosova. Emri Korab. Po? Shqipëri në rënim. Dhe bëri provimin e librit të Shqipëri. Ai në atë libër me përkufizime e paraqet situatën më të thellë se sa unë. Dhe thotë në rënim, Shqipëri në rënim, Shqipëria në rënim këtu, po kur thotë Shqipëria thotë me gjithë mundë shqiptare. Shqiptari në rënim. Bravo, shqiptarëve. Dhe që është e vërteta, kohët e fundit ka një lëvizje mendore, botuese, reaguese, në të gjithë botën shqiptare. Por shumë e vonuar dhe jo organizuar shkallë i duhet. Sepse këta me mjetet demokratike nuk i rëzon dot, se këta ka marrë masa duke shkel dhe ligjet që dhe mund që flasë fare, të cilët të shkatrojnë dhe dëmtojnë. Prandaj Shqipëria duhet me të bërë një revolucion, nuk e them me armë, po të rrethonë institucionet shtetërore dhe të mos i lëmë të hymë këta në shtet, si u bërë në Bullgari, t'i zhdukim. Se na morën jetën e qafë, na morë qafë fëmijët. A jeni ndjerë ju i kërcënuar ndonjëherë sepse Po. Nuk duhet t'i them këtu, po. Jam e kërcënuar me njerëz posaçëm që ka dërguar. Jam kërcënuar në familje. Në familje direkt, po nuk duhet të them se të janë gjëra. Më kanë dërguar emisarët e tyre, o kanë pretë shkush. Po kanë thënë, keni probleme? Shkoni në SPAK. Keni akuzoshin meje. Do ishte kënaqësi e madhe. Do mbyllesh dyert e SPAK-ut dhe do t'rregoj unë shumë mirë cilët agjentura ju drejtojnë juve. Që kur kanë bërë agjentë dhe u zhdukën, s'ka radhë më. Të gjithë ata që janë ndjekje penale nga SPAK ose në tim, i emëron ambasadorër, i bërë generalër, i bërë ministra. Shikoni me emra, i kam me emra të libri u. Me emra. Ata promovohen. Të emra. Së promovohet. Tani, Kovçaku ishte shef i shtatë përgjithshëm me katapult, gjithë apo jo. Ndjekje penale për ato Sarandën, e bëri nga shef shtabi deputet të PS-s, e emëron ambasadorën në NATO. Ai ndjekje penale. Po kemi edhe presidentin vetëm. Që ishte pse bëri presidenti, prandaj e bëri. Tani e them edhe libri unë. Më thoni në një vend të botës që shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave armatosura të bëhet doktor. Më thoni, sepse shefi i shtabit të përgjithshëm drejton forcat armatosura në rast lufte. I përgatit në kohë paqe, kupton apo jo, stërvitje fare, ky njeri s'ka qenë as komandoge, dhe bataloni, dhe brigate, dhe divizioni, dhe komandant, e të vishë shtabërishëm. Pra të shoshti roje. Dhe marrë pasaj, nga ndeja, dhe ka bërë noter tani, çdo gjë që shon kyja, jep baza ushtarake, grado general, shon ambasadorë, të cilë shumis janë ndjekje penale. Pa shumë apo jo? Pa në thërë shtetë kryeministëror. S'kemi shteteve. Një njeri ka pushtuar gjithë shteti shqiptar, e shpërbori. Faleminderit profesor Hajro për gjithë të ekspoze që bëtë sot. Ne do kemi mundësi që të flasim edhe herë të tjera. Për sot, ju falemderit shumë. U falemderit juve të luftojmë, të shpëtojmë atë dheun dhe popull shqiptar. Falemderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Provlerave, projekt mediatik nga Përparim Gjeka.